Të nderuar miq, të nderuar shok e koleg, detar, navigator, marinar, kudo që ndodheni. Jemi këtu në zyrën e drejtorit të administratës detare, zotit Tomor Harizit, të cilin po e shkëpusim disa minuta nga punët e tij të shumta në këtë mëngjes. Zoti drejtor, në institucioni juaj ka përballuar shumë detyra dhe sfida, të cilat i takojnë fushës së dedit. Me thënë të drejtën, shumë realizime që ju keni pasur gjatë kësaj kohe kanë qenë edhe larg vëmendjes medias edhe të opinionit publik, por ndërkohë institucioni që ju drejtoni këtu ka realizuar mjaft detyra, të thash me cilët opinioni pak është njohur. Por unë sot do të drejtoj disa pyetje që kanë të bëjnë kryesisht me ecurinë dhe punën që ka bërë institucioni juaj për t'ju përshtatur kërkesave që ka BE-ja në fushën e dedit, sepse tashmë ne e kemi të qartë që antarësimi në BE është në fazën e vetë finale dhe kërkon impenjimin e gjithë institucioneve tona shtetërore dhe por edhe private me këtë detyrë. Kuptohet që edhe institucioni juaj ka detyrat e veta në këtë kuadër. Çfarë pune është bërë deri tani, domethënë, nga institucioni juaj për të realizuar disa nga detyrimet që ju keni ndaj BE-s, domethënë? Okej, shumë faleminderit njerë për kohën edhe për këtë intervistë. Është e vërtetë që Drejtoria e Përgjithshme Detare është institucioni kyç për sa i përket gjithë aktivitetit në fushën e detarisë. Dhe normalisht kjo drejtori ka detyrat dhe përgjegjësitë e saj për përmbushjen e gjitha këtyre detyrimeve që ka shteti shqiptar në përgjithësi për antarësimin përfundimtar në Bashkimin Evropian. Qofse do ta shtri në një linjë historike, detyra kryesore ose roli kryesor që ka lozë Drejtoria e Përgjithshme Detare ka qenë gjatë kohës screening bilateralit që u zhvillua në korrik të 2023-shit, ku aty Drejtoria jonë do më paraqitit gjithë informacionin e nevojshëm dhe të kërkuar, dhe është e vërtetë që edhe nga komisionerët aty u shprehen, domethënë, vlerësime me nota pozitive për Drejtorinë e Përgjithshme Detare, për sa i përket avancimeve që ka bërë, si më thënë, kjo drejtorinë për sa i përket zbatimit të legjislacionit, parafrimit të legjislacionit, por edhe implementimit të këtyre. Çfarë detyrash kemi ne aktualisht dhe çfarë duhet të bëjmë për të plotësuar gjithë standardet që kërkon Bashkimi Evropian? E para është parafrimi i legjislacionit. Ne po punojmë fort për të parafruar gjithë legjislacionin e Bashkimit Evropian në fushën e detarisë. Dhe këtë nuk e bëjmë vetëm, me thënë drejtën, ne kemi pas dhe një bashkëpunim të jashtëzakonshëm dhe shumë të madh edhe nga Agjencia Evropiane e Sigurisë Detare, EMSA, e cila ka shumë vite që po na asiston në draftimin e këtyre akteve ligjore dhe më pas miratimin e tyre si akte implementuese për shtetin tonë. Një tjetër çka ne po bëjmë, një tjetër punë që ne po bëjmë është edhe ngritja e kapaciteteve institucionale. Kjo është shumë e rëndësishme, sepse parafrojmë legjislacionin, por ne duam kapacitete institucionale për implementimin e këtyre. Kemi sigurisht, EMSA vazhdon të na asistojë dhe për ngritjen e këtyre kapaciteteve. Aktualisht nëpërmjet EMSA-s ne kemi siguruar sistemin e monitorimit të anijeve detare, sistemin AIS, Automatic Identification System. Kemi 5 stacione të tilla, të cilat monitorojnë lëvizjet e anijeve në ujërat detare shqiptare. Vazhdon puna për implementimin e sistemit VTMIS. Shpresojmë që deri në fund të këtij viti ky sistem të jetë i implementuar plotësisht.
Shqipëria ka dhe disa sisteme të tjera pasaj, si që është sistemi Cleansinet, që monitoron ujrat territoriale shqiptare për ndotje të ndryshme nga anijet. Të gjitha këto sisteme, ndërkohë një tjetër punë që ne kemi bërë dhe që jemi, besojmë, në hapat përfundimtar të saj, është aderimi i kontrollit shtetëror portual, ose Port State Control, bëhet antare me drejta të plota në memorandumin e mirëkuptimit të Mesdheut, me MOU që quhet, dhe për këtë arsye, përpara 2 javësh, administrata jonë u auditua nga 4 ekspertë antarë të këtij memorandumi, të cilët në përfundim të auditit na vlerësuan shumë, na dhanë nota pozitive dhe shpresojmë që në tetor të këtij viti, që do jetë edhe takimi 27 i komitetit të MOU, të merret vendimi përfundimtar që Shqipëria të bëhet antare me drejta të plota të këtij memorandumi dhe duke filluar nga 1 janari 2026 shpresojmë që ne të jemi antar të memorandumit. Kjo është një arritje e madhe pasi jemi i vetmi vend që nuk aderojmë në asnjë memorandum. Diçka tjetër që ne kemi bërë, kuptohet, neve jemi të fokusuar shumë te detarët tanë, te certifikimi i tyre dhe njohja e certifikatave të tyre. Për këtë arsye, përpara 1 muaji, një ekspert i atashuar nga EMSA auditoi administratën detare sërish, duke parë domethënë gjendjen e administratës detare, në mënyrë që neve të bëjmë kjo që quhet independent evaluation, domethënë vlerësimin e administratës, vlerësimi i cili do të depozitohet në IMO dhe të shohim domethënë në mënyrë që ne të arrijmë standardet për sa i përket konventës STCV për trajnimin dhe certifikimin e detarëve shqiptar, duke shpresuar që të gjitha certifikatet e detarëve shqiptar të njihen nga shtetet e Bashkimit Evropian, kuptohet, sepse është detyrim kryesor që në momentin që ne hymë në Bashkimin Evropian, detyrimisht dhe detarët shqiptar duhet të plotësojnë këto standarde siç i ka Bashkimi Evropian, është detyrim. Nuk po flas për, ose ndoshta më mirë duhet flas, po kemi folur për sa i përket performancës anije me flamur shqiptar. Aktualisht kemi 2 vjet që flamuri shqiptar ndihet në listën gri të Paris Mo. Vitin e kaluar patëm, në mos gaboj tani, rreth 12 inspektime pas ndalim. Vazhdojmë dhe këtë vit nuk kemi as ndalim nga porstetet e shteteve të huaja. Në datën 1 korrik shpallet lista e Paris Mo dhe shpresojmë që do të jemi, besojmë, mbi gjysmën e renditjes në listën gri të Paris Mo, duke pretenduar që të ngjitemi më lart dhe pse jo të afrohemi listës bardhë, përpos problemin që flota jonë është e vogël dhe ka disa probleme teknike për të arritur këtë lista e bardhë. Është pak e vështirë, por ne e rëndësishme është që kemi 1 vit e gjysmë që nuk është ndaluar asnjë anije me flamur shqiptar dhe kjo është një arritje shumë e madhe në vijat përgjithshme këto. Pra ju gjatë se periudhe që edhe drejtoni institucionin keni pasur mjaft angazhime, mjaft synime objektiva, të cilët e kanë quar përpara ecurinë e institucionit tuaj, por edhe të mjaft problematikave detare, të cilët shqetësojnë jo vetëm institucionin, por dhe janë kërkesat të IMës, të Bashkimit Evropian. Dhe për këta ju jeni asistuar edhe nga partnerët tanë. Tani, mendoj se ju keni hartuar edhe planet përkatëse për të ardhmen. Patjetër. Edhe detyrat që keni në kuadrin e BE-s, ashtu si institucionet të tjera shtetërore, të cilat domethënë dhe ato janë angazhuar domethënë në hartimin e politikave, detyrimeve që ka çdo institucion. Sigurisht. Cilat do të jetë nga prioritetet, po themi, domethënë të institucionit tuaj në të ardhmen? Sigurisht, kuptohet, në bashkëpunim edhe me ministrinë tonë, Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë, sepse ne jemi institucion varësi e kësaj ministrie dhe kemi gjithmonë bashkëpunim, për çka fola, kuptohet që asistenca e tyre ka qenë e vazhdueshme dhe gjithëpërfshirëse. Fokusi jonë kryesor aktualisht është për afrimin e legjislacionit. Neve kemi hartuar planin tonë, domethënë për afrimin e gjithë legjislacionit kombëtar në fushën e detarisë deri në vitin 2027. Në përfundimin e këtij viti do të kemi parafruar gjithë legjislacionet dhe kemi dhe planet tona se si
për këtë vit deri në fund të vitit 2025 mendojmë që të parafrojmë 7 direktiva dhe 2 rregullore. Një ndër direktivat dhe rregullore kryesore ka të bëjë edhe me shoqëritë klasifikuese, domethënë ose recognized organization që quhen, organizatat e njohura, sepse është një detyrim, domethënë që në momentin që ne duhet të bëjmë antar të Bashkimit Evropian, neve duhet të plotësojmë kriteret për shoqëritë klasifikuese ashtu siç i ka Bashkimi Evropian. Parafrimi i legjislacionit, siç e thash, dhe ngritja e kapaciteteve institucionale. Këto janë 2 objektivat kryesore deri në vitin 2027. Unë i përmenda më përpara, domethënë disa nga këto që ne kemi bërë, shpresojmë që të arrijmë këtë qëllim. Kjo është kryesori. Atëherë unë do t'ju uronja që ju t'i realizoni objektivat dhe synimet që keni caktuar në të ardhmen. Përgjithsisht i bëjmë, sepse më falë që të ndërpres, në një intervistë që kemi bërë para disa vitesh, ju kam thënë që në fund të këtij viti Shqipëria deli listë ngri, ishim në listën e zezë, dhe në fakt ndodhi. Ndodhi ai. Pra ju e mbajtët fjalën. Dhe kjo do ndodh, sepse jo vetëm se është dëshira jonë, por është edhe dëshira e qeverisë shqiptare. Nisur nga kjo bisedë që kemi bërë dikur që ju do e mbani fjalën apo ju e mbajtët fjalën dhe tash shpresoj që ta mbani fjalën përsëri. Tu urojmë shumë shëndet edhe punë të mbarë bashkë me personelin që ju drejtoni. Shumë faleminderit edhe për ju.